What the fuck? Ethet e finales po vinë nisi, a i ndjen dhe ti? I ndjej fatos ma dje po dridhen në këto momente. Shikon, kush fiton BBV 5 kemi shkruar në tabel, janë 4 emrat që përfliten në rrjet për finalist, por do e zbulojmë në fund kush fiton sipas ju, sepse ju keni votuar në sondazhin tonë. E vërtet, por në fund fatos sepse tani do flasim për marrëdhënien e Indritit me Vanesën. Oh, shumë e përfolur. Dhe pas pak do kemi një telefonat ekskluzive nga një bashkëpunëtor i Vanesës, këngëtarin Lorenza Srama, për të na zbuluar pak më shumë detaje rreth jetës së saj personale. Dhe profesionale sepse kam bërë një këngë bashkë, por ju mos harroni subscribe më poshtë. Shpejt subscribe sepse s'duhet humbni asnjë nga programet e reja të Buka gojo se kam thënë se do vazhdoj ta them. Tani kthehemi në temë. Vanesa nuk po kupton ku është futur dhe nuk e kupton që është gjatë kohës duke u parë me kamera, arriti mbi 400.000 shikues live bana me Vanesën dhe me Indritin. E pesi rinin, a kapesh ti dorë për dorë kështu me shokun tënd? Nuk kapesh. Është naive o fatos, nuk e kupton, ajo rrezik nuk e ka idenë se si është duke u përdorur imazhi i saj. Mua Vanesa më duket shumë naive dhe nuk më duket as pak tendencioze. Po, e çiltër dhe neve nuk është tendencioze ajo që të jetë afruar me Indritin për të transmetuar. Jo, s'tash që është tendencioze, por kur thua nuk dua ta lëndoj, mos u afro. Pse i afrohesh? E kupton se tani o është njëra o është tjetra, siç e tha Emal Mamaqi, kupton? Po mirë, pra po aty je i mbyllur afatos, duhet ta kuptosh që njerëzit të cilët ty të bëjnë të ndihesh mirë, ti ke dhe pak më shumë afrimitet dhe flet pak më shumë, po jo domosdoshmërisht ka një kimi për te miqësisë, po themi. Shiko, unë kam gjetur diçka miqëse se ti e di që unë hulumtoj në rrjet. Kam gjetur disa video në profilin e Vanesës në TikTok, ku shfaqet me një djalë, nuk e dim nëse është ky i dashuri apo është një mik ose një i afër, por ka bërë disa video me këtë djalin dhe ndoshta është ky i dashuri. Tani, disa video kam bërë, plus një çik të afërt janë ato video, kështu që dhe i dashuri mund të jetë, po dorën zjarr nuk e vën dot. Ne munduam ta të gjenim, por nuk gjetëm dot asnjë emër ende misterios se kush është i dashuri i Vanesës. Avash, lumtimet tona do vazhdojnë. Thua do krijohet si ajo me Borën dhe Donaldin dhe Beatrixën atë edicion. Është e vdekur fatos. Dora e Vanës aty do t'i rregulloj gjëra. Por për të mësuar më shumë do telefonojmë tani siç e tham Lorenza Sramon për të na thënë më shumë detaje se si është e vërteta dhe çfarë di ai për këtë gjë. Le ta telefonojmë. Lorenz djali si je? O tostik. Ja këtu duke u marrë me njerëzit e showbizit dhe po flisnim për këngët e reja që kanë dalë së fundmi dhe të telefonuam nga WTF Live për të pyetur për këngën e fundit që ti ke nxjerrë, ke publikuar, Shtrati vetmis me Vanesën. Si shkoi, si lindi ky bashkëpunim një herë? Me thënë drejtën, unë këtë bashkëpunimin e kam bërë shumë përpara se Vanesa t'ishte pjesë e Fermës. Edhe klipi është xhiruar diku të 2 muaj më përpara. E kam xhiruar në një javë, kam xhiruar 2 klipe, një këngë kam nxjerrë para 1 muaji. Edhe Vanesa duke qenë se nuk jeton në Shqipëri, edhe në atë periudhë që ishte këtu, brenda javës edhe kemi regjistruar këngën edhe kemi xhiruar dhe klipin. Por ke qenë në dieni të hyrjes së Vanesës në Fermë dhe është bërë me qëllim postimi i këngës tani? Me thënë të drejtën, po. Jo fix, po edhe kjo mund të jetë. Po normal, tani marketingu do bëhet i këngës, patjetër. Shiko, marketingu, po faktikisht ishte periudha që unë doja ta nxirja. Unë tamam do e nxirja diku te 2-3 ditë para se Vanesa të futet te Ferma. Po, si të duket hyrja e Vanesës te Ferma VIP, si po duket si konkurrente, loja e saj? Me thënë të drejtën, unë s'është se jam në ndjekës i madh, unë s'kam ndjek as atë format që kam qenë vetë. Nuk jam në ndjekës i madh. Në marrëdhënien e korrekte profesionale që unë kam pas me Vanesën, t'ju them të drejtën, jo për furça, është vajzë shumë e këndshme, shumë pozitive, është shumë profesioniste, dhe ka një pasion shumë të madh për muzikën. Unë mendoj që me sa kam pak të ditë të fundit edhe po gjykohet pak. Po pra për Indritin, për afërmitetin me Indritin dhe për lidhjen e saj jashtë, ti di gjë? Njerëzit ndonjëherë nuk e kuptojnë presionin që ndodh aty brenda, për lidhjet e asaj me thënë drejtën, nuk është se jam njeriu i duhur për t'u pyetur, se nuk është se kam bërë të tilla diskutime, thjesht kam marrë brenda 2-3 ditëve kemi marrë gjithçka profesionale. Absolutisht po. Po, për aq sa unë e njoh atë vajzën,
më besoni që është vajzë shumë e mirë. Pra nuk Edhe shumë korrekte. është keq kuptuar po thua ti Vanessa te ferma VIP. Shikon, njerëzit janë të parët për gjykuar, kështu që... E para njerëzit në jetë kanë gjithë drejt bëjnë zgjedhjet e tyre, siç mund të ketë edhe ajo. Se çfarë zgjedhësh bën ajo në jetë, unë mendoj që është gabim shumë për ta gjyku, sepse çdo njeri kur është në një pozitë që ti nuk mund ta kuptosh kur tjetrin. Kështu që e kuptojmë. Shumë njerëz e vetmja gjë që më bën përshtypje është që okay, njerëzit kanë drejt për të shpreh ato mendimet e tyre. Po, a di që më bënë përshtypje më tepër, ku shoft sa burra që komentojnë, se më ka qëllu nga që kemi tjetat poste, ku shoft sa burra që komentojnë duket pak më bet grash për tu përfshi burra. Burra si opinionist po thua, që komentojnë dhe merren me fermën. Që hedhin kështu vrerë të një personazh pa e njoft, pa qenë në lëkurën e tjetrit. Ku di unë, okay, se deri diku te femrat mund ta kuptoj, po te burrat sikur është pak. Do marrin dhe ato pak nga klikive dhe nga vëmendja. Shqiptar jemi. Unë jam ky njeriu që s'm pëlqejnë shumë këto gjërat edhe dua të risa më larg, përveç muzikës nuk kam qejf të mbaj gjë tjetër lidhur me showbizin e famshëm. E vërtet. Lorenz, të falenderojmë dhe ndjes për shqetësimin për këtë telefonat kaq të befshme. Unë që tani e tutje do të tirë tosi. Okej, dakord është Toxhi. Dakord. Shumë simpatik të gjithë dhe ju përqafoj. Edhe ne të përqafojmë nga studio. Faleminderit Lorenz. Pafshim. I madh Lorenzi. Është keq kuptuar, tha Vanessa, la të kuptojë që nuk dinte shumë rreth marrëdhënies së saj. Nisi ne e dim që të gjithë njerëzit paragjykojnë siç paragjykuan dhe Beatrix atëherë, po paragjykojnë dhe Vanessën. Pak si deja vu. Është një ador, fatos, është. Është Liri brenda, se Angeli është njëjti gjë. Një njëjti vibe e kupton. Kështu që është pak e shtyr mendoj unë kjo e gjitha. E vërtet. Por tani kalojmë pak tek Big Brotheri, e pe çfarë ndodhi mbrëm në fan club. E disa pati një shpërthim kundrejt Brikenës, si përmendi operacione, siç I përmendi ajo Mollzat kur hyri në Big. Shikoj, I pritshëm ishte ky reagimi I Edisës kundrejt Brikenës, po ajo çfarë unë nuk prita ishte reagimi I Edisës kundrejt Arianit. Po shiko, Ariani e ngacmoi vetë sepse I tha po përpiqesh të bësh si e holl kur dukshëm nuk je dhe I përmendi spërdredhjen. Tani Ariani, unë I besoj shumë asaj gjë që tha Meridiani te emisioni I kaluar, që ai ishte pak si populist, thot mendimet që njerëzit do I pëlqejnë. Di që Brikena ka shumë fansa dhe nuk I kundërvjet Brikena si kundërvjet Edisës. E vërtet, po sa I hishëm ishte ai reagimi I Edisës ku përmendi apo nënkuptoi edhe gjëra lidhur me seksualitetin, që këto ajo reagoi në Instagram ku shkruaj ti: I dashur Arian Konomi më pas ka shpëtuar spërdredhja sepse mu sulën 3 veta një herësh dhe nuk kisha këtë dëgjoja përpara. Ti e një më mirë këtë term sepse ke spërdredh seksualitetin tënd I nderuar. Do të thoja gay, por siç është thënë te një barsalet, gay është Elton John, keqen baba ti je ... Pra, nuk e kishte dëgjuar spërdredhjen kur I përmendi Ariani dhe reagoi në Insta story. Nuk jam dakord as pak me atë çfarë Ariani ka thënë, po as nuk jam dakord edhe me atë që Edisa kaloi personale. Është shumë personale një dhe e dyta, Big Brother I duket sikur ka evoluar. Edicionet e kaluara lidheshin me brekët, tani nga brekët lidhen me seksualitetin. Pra I gjithë edicioni nga Rogerti, nga Casey, nga Edisa, të tërë me radhë lidhur me seksualitetin. Është pak goditje nën brez, do thoja unë, por nuk është një gjë që njerëzit do vënë duart në kokë. Jetojmë në 2026-ën, secili është I lirë të bëjë zgjedhjet e veta. Patjetër, po gjithsesi për të mos kaluar shumë nga Big Brother I fatos, unë kam bërë një top 5 që sot lidhur me Big Brother, meqense do jetë deri ra fundit. Çfarë top 5? Top 5 artistët dhe njerëzit e njohur VIP të cilët kanë mbështetur mirin. Mirë ke bërë që I ke nxjerrë se numërohen me gishta. Në fakt nuk kishin aq me gishta fatos, sepse përveç njerëzve të afërt të ti të rrethit të ngushtë shoqëror, pra si Landi, si Kaltrina Kondi apo Alban Kondi, në fakt disa personazhe të tjerë të njohur kanë qenë Qiljeta Gjilaga, I cili I tha je djali mirë ashtu siç ke dhe emrin, pra tregoj mbështetje. Nuk e vëmë në diskutim që mirë është djali mirë këtu, me të drejtën. Ja, nuk e vëmë në diskutim. Aurela Gaçe. Seriozisht ka reaguar Aurela? Po, dhe ka patur reagimin e saj të parë. Pra ka pasur shumë bashkëpunëtor, kolegë të saj në Big Brother, por është hera parë që ajo ka reaguar. Po e pritshme se ka qenë shumë afër me West Side Family për mos thënë për Dr. Florin. Po, e vërtet. Visianu Kcenaj po ashtu ka reaguar. Ai që imitonte portokallia mirin. Po, ka ftuar dhe njerëzit që ta votojnë dhe I uronte suksese nëse do fitonte. Po ashtu Egla Ceno, një ish fituese, ka
ka shprehur mbështetjen e saj të hapur kundrejt Mirit. Pash këtë teglës se kishte thënë që Miri po trajtohet si mbret këto ditë të tjerët si obortarët e mbretit dhe besoj ka fjalën për gjithë vëmendjen që ata po i japin Mirin. Pra Rogerti është kundër Mirit, Selin është kundër Mirit dhe Mateo është kundër Mirit. Dhe duket sikur janë të gjithë bashkë kundër Mirit dhe kjo i jep pak vëmendje Mirit. Ta ngre pak pesh në lojë, kështu që. Dhe personazhi i fundit i cili ka reaguar ka qenë Anjeza Shahini, e cila ka zbuluar që kanë dhe një marrëdhënie familjare, fëqërore, e justifikoj e supportit, por ju a mendoni vërtet që duhet ta fitoj Miri, komentoni më poshtë, po jo. Unë tani si gos që jam, duhet ta fitoj Selina, po ti fatos, si pyet si popullit, në po e qa ka thëmë popullit. Në faqen zyrtare të What of a Show në Instagram, ne kemi bërë një sondazh që ka ditë që është hapur dhe kanë votuar rreth 5.000 veta misi. Wow, shumë aktiv në këtë sondazh. Dhe filloj me vendin e fundit që është Rogerti. Nuk e meriton të finalen, po. Me 1% të votave është Rogerti, në vendin e tretë nuk do ta presësh, po është Miri. Miri është me 7% të votave, sipas njerëzve që na ndjekin. Nuk ka shumë fansa Miri, pra vërtet ka mbështetje nga artistët dhe kolegët e tij, po fanbase shumë të madh nuk kam parë dhe nuk kam vënë. Podiumi final është me Selin dhe Mateos dhe me 58% votave me një përqindje shumë të madhe fiton Mateo këtë edicion të Big Brother dhe Selin ka vetëm 34% votave. Vlen të theksohet, në çdo sondazh që unë kam parë në faqe të ndryshme në rrjetet sociale, fituesi është Mateo. Ka një mbështetje të frikshme në rrjet. Po, ka një fanbase shumë të madh, po kjo kam përshtypjen se vjen dhe si pasojë e faktit që ka qenë çift me Brikenën dhe janë dhe këta njerëzit të cilët dashurohen me çiftin dhe romancën. Dhe bëhen fansat të tyre. Dhe përgjithsisht këto fansat e çifteve janë kryesisht moshë vogël dhe nuk e di se sa ja dalin të votojnë realisht me para. Kështu që tani un tim Selim jam. Selin, për si ai të Vox Populi. Edhe un tim Selin jam. Por mendoj që dyshja finale do jetë Selin Miri. E vërtet, nisi me krevat, do mbyllet me krevat. Ne do e mbyllim tani, ju mos harroni bëni subscribe më poshtë, andale ala dhe të premten ndiqni show-n e fundit për këtë javë, një ditë para finales me shumë të pathëna. Me shumë njerëz, shumë. Deri atëherë, miropafshim. Pacim. Andale!